Pas deklaratës së djeshme të SBA, sot mund të thuhet se për zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë folur dy kancelari të rëndësishme që kanë lidhje me Shqipërinë, Athina dhe Ankaraja. Athina dihet se nuk është në një linjë me Edi Ramën, madje Mitsotakis zgjodhi si partner Sali Berishën dhe Ilir Metën, e për këtë mësohet se ka marrë një dru të mirë nga Deep State i Greqisë. Mitsotakis gjithashtu mungoi në samitin e Tiranës me liderët e BE-s. E dyta është Ankaraja. Recep Tayyip Erdogan erdhi në samitin e Tiranës, pati një shkëmbim të ftohtë batutash me Edi Ramën, por vetëm kaq. Sultani nuk ja uroi fitoren, as përballë, domethënë me gojë, as publikisht e as privatisht, por as edhe me shkrim. Ambasada turke në Tiranë në faqen e saj nuk ka një qasje të Ankaras për zgjedhjet në Shqipëri. Ky qëndrim në duke indiferent, por në realitet i pastër politik, nuk ka ndodhur asnjëherë pasi Erdogan fliste para dhe pas zgjedhjeve pro Edi Ramës. Erdogan mësohet se është përplasur keq, madje shumë e egër me Ramën në lidhje me anoncimin e shtetit Bektashi, pikërisht përpara se Turqia të merrte Sirinë me një operacion spektakolar dhe me bekimin amerikan dhe europian. Sultani e ka konsideruar idenë e shtetit Bektashi si një tentativë të Izraelit për të bashkuar faktorin Alevi në Siri me urdhrin sovran të Shqipërisë, që sipas tij do të kontrollohej nga Izraeli. Aq me të keq e ka marrë Erdogan këtë nismë të Ramës, sa i ka thënë se po e dëgjova edhe një herë nga goja jote këtë opsion. I armiku im. Dhe në realitet, Edi Rama nuk e ka përmendur më. Babamondi nuk dihet ku është dhe çfarë bën, sepse nuk ka dalë më në publik. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes, pasi mos prononcimi për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit fshin një qëllim politik të pastër të Ankaras, të ngrejë një pol opozitar kundër Edi Ramës, që të ketë mbështetjen e saj. Parat dhe njerëzit nuk i mungojnë. E këtu është një linjë, por nga ana tjetër në konflikt me Athinën, që kërkon të njëjtën gjë dhe ka të njëjtat mjete, por parat turke në Shqipëri janë më shumë se ato greke, thonë raportet e shërbimeve perëndimore, të cilat pohojnë se Ankaraja po investon prej kohësh për një figurë të re politike, i cili është nip i një ish deputeti dhe ish diplomati të njohur në vend, i cili zotron edhe një media dhe një OJF të financuar nga shërbimet turke. Erdogan duket se ka ndikuar tek xhamati pro-ti në Shqipëri se kë duhet mbështesin, gjë që ka sjell mjaft pakënaqësi brenda njerëzve pro Erdoganit këtu, të cilët e kanë konsideruar si prerje në bezë nga sultani për kauzën që ata mbështetën në luftën me komunitetin musliman shqiptar. Kështu situata ka ngecur, e mësohet se janë dërguar edhe negociatorë nga Stambolli e Ankaraja për t'i rregulluar këto marrëdhënie, që sipas turqëve janë të nxitura nga Edi Rama. Ndërkohë një tjetër front i luftës së ftohtë deri më tani, e që shumë shpejt mund të bëhet e nxehtë ndërmjet sultanit e Mutesarifit të tij katolik të Tiranës, është aleanca e Edit me Mohammed bin Salman. Një ditë pas samitit të Tiranës, mbajt forumi Future Investment Initiative, i cili nuk është gjë tjetër veçse një Davos i financuar dhe organizuar nga princi i kurorës Arabisë Saudite. Në intervistën që Edi Rama zhvilloi me kreun e kësaj organizate, Richard Atias, zhvën re një detaj interesant. Atias e pyet Ramën nëse do të jetë në samitin e madh që do të mbahet në Korrik. E Rama përgjigjet pak a shumë se edhe sikur bota të përmbyset, ai nuk do të mungojë. Pikërisht në Korrik, qarqet diplomatike Tiranë-Riyadh kanë përgatitur edhe një vizitë zyrtare të kryeministrit në Arabinë Saudite. Batuta e Edi Ramës i drejtohet direkt Erdoganit, i cili me anë të mashave të tij të Tiranës po e sulmon ashpër si qafir dhe jo besimtar, apo edhe mik të Izraelit, princin e kurorës Arabisë Saudite, i cili ka lidhje direkte dhe shumë të ngushta me Donald Trump, me Emmanuel Macron, me Putin dhe Xi Jinping, si dhe marrëdhënie të mira me Izraelin. Lumi i trilionave nga Mbretëria Saudite normalisht do të ketë rrjedhën më të madhe në SBA, siç u tha në vizitën e parë jashtë vendit të Trump në Francë, falmisisë me Macron, po edhe në Itali, ku kanë punësuar ish kryeministrin Matteo Renzi si negociator. Rama shpreson çikërrimat qindra milionçe që mund të teprojnë në këtë fond të stërmadh, por më shumë se kaq, qenie në një klub ku aderojnë të mëdhenjtë e botës. Edhe investimi në Sazan, që është marrë përsipër nga Jared Kushner, në shumicën e tij është një fond i ardhur nga portofoli i princit të kurorës. Të gjitha këto janë kushte të qarta që Erdogan ta bëjë si kter bierin e tij që i ka dalë plank prishës, por që nuk është as hera e parë, apo edhe me të tjerët që i kanë mbajtur afër në vendin e vet e i kanë mbështetur. Kështu që Ankaraja ka vendosur të mbështesë një opozitë kundër Edi Ramës, që të jetë sa më radikale që të jetë e mundur në aspektin fetar, dhe të ketë si synim xhamatin musliman në vend. Ndërkohë që Athina kërkon mbështetjen e ekstremistëve filo-helen, kryesisht në zonën e Imarës. Me pak fjalë, jemi kthyer në vitin 1913, kur ndërkohë që grekët po merrnin Janinën, Beqir Gëbernja me disa ushtarë turq me origjinë shqiptare kërcënonin Ismail Qemalin. Josip Bloku është si ati themelues, edhe pse mjekrën e ka të ngjashme, por gjeopolitikisht Turqia nuk e konsideron më Edi Ramën si aleat, përkundrazi e trajton si një kundërshtar të madh. E për këtë po ngre, mbështet, financon e udhëzon një opozitë të re kundër tij. Deri tani megjithatë, askush nuk ka kontaktuar me Sali Berishën nga kjo opozitë,
madje edhe grekët me gojën e Belerit kërkuan ndërheqjen e tij. Berisha kërkon të rikthehet negociatori i kësaj përpjekjeje të re, ndërkohë që si Ankaraja ashtu edhe Athina kanë plane të tjera.